Ashtu të pyetje çfarë befasi është e këndshme apo jo? Është e këndshme natyrisht, sepse e kemi prodhu vetë, prodhim. Që nuk ka asnjë ndryshim. Deri po ka unë edhe këtu pjesëve veç pe fillimi. Po, është në garë po flas. Taktimi çata, atë. A mund të themi që ka as nuk është pjesë vendosur, është i guxos. Jo. Unë fola në aspektin pozitiv befasi. Fola në aspektin pozitiv befasi sepse 30.000 vota me te kalu shumë emra, merr dhe lexoj blerimin në garën e parë si kandidat. Dhe jo si vetëvendosur. Na nxjerr pak kur flet Rama aty sa ka dalë blerimi. Po, vazhdo. 30.000 vota nëse s'ka përse nuk ka përfundu numrimi, pra për mu ka tash s'po ndalën në emra përveçëm, por ka edhe me emrat e tjerë që përbëjnë një situatë befasuese brenda për të mirë, po flas në raport me performancën. Befasi tjetër dikush është Alban Bajrami, ai kandidati. 40 e sa mijë vota kish kusht. Shumë e çuditshme si ka arrit çat shpejt dallimin. Ndërkohë që herën e kaluar kishte mbet jashtë. Datën, domethënë 9 shkurt, janë disa lëvizje këtu që mund përmenden edhe vetvendosje, por me fokus më të vogël sepse tek e fundit janë 70 deputet gati që do të dalin nga aty. Dhe në fund është prezent pothuajse secili në listë. Ju folet për reformën PDK, por paroni një gjë. 3 emra 3 nuk përbëjnë reformë në PDK. Shumë mirë që kanë hyrë Ben Mustafa, Besa, e kemi përmend, edhe Arjani, por nuk përbëjnë në esencë. Mos haro, PDK është me 21 deputet kushtrim, jo me 22. Eman Ramani nuk është deputet i PDK-s. Nuk do kjo mund të ndryshojë. Jo, unë jam i bindun që ndryshon. 10.000 votë që në fundit mund ndryshojnë një më pak. Jo, Emani mbetet brenda. Unë besoj që mbetet brenda. Unë thash, 22 janë aktualisht. Unë për llogarisë janë 21, pa Emanin. Se Emani ju mendoni që është ka subjektivitetin. PDK është kur për 3 emra. Pra nuk i ka 3 emra që kanë ardhur nga Drenica. Po të ishin aty, këta 3 emra nuk do të përbënin ndryshim Arjani, Besa edhe Arbeni. Pra në esencë PDK-ja është në masën 95% ajo që ka qenë. Ka mbet Abelardi jashtë, që është pi Drenicës. Apo? Edhe disa figura tjera që poshtë në Drenicës se janë sot deputet. Xhaver Geci, domethënë këta janë emra që nuk janë. Që kanë qenë me datën në shkurt dhe në esencë Altin Krasniqi dhe Nura. Pra në esencë nuk është që ka ndryshuar diçka PDK-ja me 3 emra 3. Ka marrë deputet më pak dhe kur të futet kjo diferencë në këtë numër deputetëve më pak vret ky dallim me prezencën e këtyre 3 emrave. Ama e kemi rikthyimin e Xhavit Halitit për ndryshe. PDK-ja është e njëjta në shkurt. Kushtrim. Është në masën 95% është e njëjta, siç ka qenë me emra dhe me gjithçka tjetër. Pra unë kështu e shoh, do thotë vazhdojmë përsëri që ka qenë gabim lënia jashtë Nismës dhe Fatmir Limajt, sot PDK do të ishte në 205.000 vota. Mos ta harrojmë kujtim potencialisht edhe Emani do të ishte jashtë, edhe shumë të tjerë do të ishin jashtë, pra matematika, strategjia politike e PDK-s ka qenë gabim. Emani edhe ashtu jashtë e ki, shumë shpejt. Po, këtë e tha. E thash politikisht është jashtë. Por të ishte Nisma brenda dhe me vota do të ishte. Ama edhe formalisht kime pas jashtë grupit parlamentar. Po çfarë thash Bajli, te Amni ose s'po të shaqshi, jo, është për shkak shiut që s'po dëgjojmë njëri tjetrin, ndoshta. Ti po i konfirmojmë gjërat. Te LDK-ja befasi është jashtë mbetja Arben Gashit. Duket u qetësu pak tash ndëgjoj më mirë. Po, befasi është mbetja jashtë Arben Gashit. Për mua është befasi mbetja jashtë. Befasi është poshtë mbetja jashtë edhe emrave të tjerë si Krenar Xhaferi, Alban Zogaj. Pastaj Paris Guri që ka qenë shumë aktiv, një djalë aktiv. Domethënë brenda, por ky është efekti i zvoglimit të LDK-s. Pra, efekti ka një dallim Rama, te ky deputeti i fundit do të jetë Gar Fyt më Fyt. Gashi Sadiku. Them drejtën për mua 200 vota dallimi. Për mua befasi është absolute Ermal Sadiku me këto vota, absolutisht. Tash a është një gjerin, a ka ndihmuar dikush atë që ka bën, nuk e di, por unë nuk kam prit që Ermal Sadiku të bëhet deputet. Personalisht s'kam prit. Bila kam thonë edhe aty që ka prit këtu dikush që ai të jetë deputet. Abdin është, por performanca me Gjas në raport me kundërtën nëse keni pritur. Në raport me votën e ka sjellë atë në listë dhe okay, shumë mirë, shpresoj që të jetë një zë i vyshëm në Kuvendin e Kosovës dhe nuk dyshojnë këtë aspekt, sepse Ermali ka çka i jep profesionalisht. Shkollart pak. Aty të shohim ata të tjerë, jo këta që kanë mbetur jashtë. Befasi s'është Adelina, shumë mirë që është bërë deputete. Befasi s'është as Besjani. Befasi nuk është as Janina, dim pse. Që po ju shpjegoj domethënë pse, sepse ka pas një organizim struktural të brendshëm, nëse çojmë i Nigerin është ç'kjo. Pra që kanë pothuajse tërë partia, struktura kryesore e saj është fokusuar që me nxjerr domethënë deputete dhe sot e kemi pjesë të Kuvendit. Pra me këta 14-15 deputet
LDK ka një strukturë shumë profesionale brenda, që në sfidën e saj për me mbet në opozit, mundet me zhvillu opozit, po flas shumë të fuqishme, profesionale, jo në ato strategjike se qysh mundet me u sfidu, dhe me thonë kurthi, por në aspektin e debateve, propozimit ligjeve, diskutimet brendshme, LDK ka një formacion të jashtëzakonshëm, e ka një kabinet qeveritar brenda E risia është hykmeti Bajrami numër 2, që del me vota, apo i bie kështu? Po hykmeti edhe ashtu ka qenë numër 3 në listën, se s'ka bëj. Po du me thonë që e dyta del me vota që është për dallim nga herën e kaluar që ishte Kujtim Shala. Provova shkon lart me vota. Jo Halil, unë e thash Kujtim Shala shkon më poshtë me vota, Abdullah Udi shkon më lart, Kica shkon më poshtë. Një qeverin hije është brenda. Që kjo LDK është absolutisht një qeverin hije që nëse hin emër për emër, Halil, vish pak. Fidan do të më vojtu nga aspekti i fuqisë. Sa kanë fuqi